Transmetim në këtë emision të fokusuar tek një prej projekteve madhore të qytetit të Tiranës, zgjerimi ose zgjatimi i bulevardit të Tiranës, ai që fillon nga korpusi qendror i universitetit deri tek stacioni aktual i trenit, një zgjatim që fillon nga stacioni aktual i trenit dhe shkon deri në kryqëzimin e këtij bulevardi, pra këtij aksi me lumin e Tiranës, më tej që nga lumi i Tiranës në drejtim të kodrave të Paskuqanit, sipas një projekti shumë të vjetër të ndërtuar nga arkitektët italian të asaj kohe, se një vizioni, sepse nuk u kthye kurrë në projekt, që e ndërton Tiranën midis dy kodrave, kodrave të Liqenit dhe kodrave të Paskuqanit, në një shtrirje për rreth 4.5 kilometra. Në pjesën e parë keni ndjekur intervistën shpjeguese të kryetarit të Bashkisë së Tiranës, zoti Lulzim Basha, për projektin e ri ose për dy projektet ende konkurruese, njëri prej cilëve do bëhet projekt zbatimi në ditët e ardhshme për zgjatimin e bulevardit të Tiranës dhe rehabilitimin e zonës së lumit të Tiranës. Në pjesën e dytë do të ndjekim pyetjet e studentëve të studentëve të arkitekturës të Universitetit Polis dhe Universitetit Epoka, dhe në pjesën e tretë do ndiqni një material mjaft interesant filmik të ndërtuar nga gazetari Dini Zeqo përmes prezantimeve të 7 studiove që morën pjesë në projektin konkurrues për bulevardin e ri të Tiranës dhe zonën e lumit të Tiranës, dhe njëkohësisht një përzgjedhje të komenteve tuaja. Do doja që të ishin komente me mbi dy studiot që ndoqët shpjegimin në adresën tonë në Facebook Opinion TV Klan, siç e keni ndjekur dhe gjatë transmetimit dhe në emisionet e mbarshme. Komentet tuaja do t'i lexojnë pjesën e tretë gazetari Drini Zeqo. Le të ndjekim tashmë pyetjet e publikut. Ju lutem prezantimin e universitetit dhe vetëm pyetje sa më konkrete. Kush do të zonja e parë atëre? Po, zonjusha, më fal. Okej, sipër mirëmbrëma. Aimona, Universiteti Epoka. Juve folët pak më parë për një proces. Pra, ky proces ka qenë shumë transparent, më transparent se kur, dhe folët për përzgjedhjen e 7 studiove më të famshme në botë. Në fakt është pak e vështirë, edhe besoj se kolegët janë dakord që të përcaktosh 7 studiot më të famshme në botë, sidomos për punën në urbanistikë dhe arkitekturës. Doja t'ja pak si është bërë përzgjedhja e studiove, edhe hapi i parë ka qenë shpallja. Zakonisht studiot ndërkombëtare ose kur hapen konkurse ndërkombëtare, publikimi online është publikimi më informativ dhe më efektiv në përgjithësi. Ka patur një informacion tillë për këtë konkurs? Sigurisht që nuk mund të definoj as unë, mendoj as profesionistët e fushës 7 studiet më të famshme të botës. Ndaj unë vetë përmbajtja dhe thash 7 nga studiet më të mira të botës. Dhe padyshim këto janë 7 nga 7 studiet më të mira të botës. Kjo mund shikohet jo vetëm në çmimet që kanë marrë secili prej tyre për projekte të ndryshme. Këtu në të majt kemi një projekt bërë nga një studio. Nuk do t'i bëj reklam, prandaj s'po e përmend emrin, por që ka fituar 150 çmime vetëm në 10 vitet e fundit të urbanistikës. Dhe kjo është një dhënë të cilën specialistët e bashkisë e pan online dhe çdo kush tjetër mund ta shoh online. Të njëjtën gjë mund të themi për secilën prej 6 studiove të tjera. Studio të cilat kanë bërë histori në 10 vitet e fundit, 20 vitet e fundit, 50 vitet e fundit në urbanistikë, në arkitekturë dhe në atë që quhet arkitekturë peizazhi, landscape architects. Si u shkua për përzgjedhjen e tyre? Një konsulencë specializuar e financuar nga qeveria gjermane asistoi Bashkinë e Tiranës për t'u drejtuar afro 15 apo 20 studiove më të mëdha, më të njohura të arkitekturës dhe të arkitekturës urbane në veçanti. Me synimin për të përzgjedhur prej tyre 5 deri në 9 studio për një konkurs. Në përputhje me parametrat e konkurseve të ngjashme, sepse asnjë konkurs nuk është i njëjtë në këtë kuptim, u sugjerua që numri të kufizojë në jo më shumë se 7 për një menaxhim sa më të mirë të procesit. Dhe të kondicionuar nga kjo përzgjedhje në përputhje me praktikat më të mira botërore, të udhëhequr nga kjo konsulencë siç e thash, investuar apo e financuar nga një organizat aktive, siç është GTZ-ja, në territorin e Shqipërisë, po në përgjithësi në territorin e demokracive dhe të reja dhe të vendeve në tranzicion, të Europës lindore. Ne arritëm sigurisht kondicionuar edhe nga përgjigjet, patëm një numër arkitektësh të cilët për shkak të angazhimit të tyre nuk mund të bashkangjiteshin konkursit, por të cilët nga natyre sugjeruan emra që përputheshin me kriteret tona. Fjala bie Cino Zuki ishte një ish bashkëpunëtor i Renzo Pianos, emër besoj që e njihni të gjithë. Dhe në pamundësi të ardhjes së tij apo të firmës së tij, zoti Piano sugjeroi pikërisht kontaktin me këtë firmë. Shpeshherë janë mbajtur kontaktet drejt për drejt me përfaqësuesit e këtyre shteteve këtu në Tiranë, deri në nivelet e ambasadave.
E njëjta gjë ndodhi me Grimshaw, cila erdhi si rezultat i pamundësisë për të kontraktuar një tjetër arkitekt me famë botërore, Norman Foster. Besoj edhe për këtë nuk ka nevojë për shpjegim pak për ju, por për publikun është një nga arkitektët më në zë, siç është dhe Nicholas Grimshaw. Pra procesi ka qenë një proces rigoros që ka mbajtur parasysh këto parametra. Të jenë ndër arkitektët më të mirë të botës. Pra kemi pasur parasysh një listë për 20 që lehtësisht mund të konsiderohen nga më të mirët, ndoshta mund të jetë dikush në atë listë që mund të jetë 30 që më e mirë, dhe ndoshta është dikush në 20 më të mirët që s'është kjo 20-që, po pak a shumë bëhet fjalë për nivelin më të lartë të mundshëm në botë, në bazë të kurrikulum të tyre, jo thjesht në bazë të teorisë, po çfarë kanë bërë sot në botë, veçanërisht duke pas parasysh detyrën e projektimit, që është detyra e projektimit të një bulevardi, të një lumi dhe të një parku të ri në një qytet ekzistues, në një ambient të degraduar urban dhe një ambient të degraduar ekologjik. Pas kësaj studiot kanë sjellë letrat e tyre të interesit, ku kanë shprehur bashkë me interesin edhe kapacitetet dhe punën e tyre të mëparshme, kanë marrë një certifikat le të themi nga ana jonë si shenje apo si themi si një visto për të qenë pjesë e konkursit. Pas kësaj janë prezantuar me termat e plota të referencës, apo atë që ju në Shqip këtu e quajmë, në fakultet e quani detyra projektimit. Kjo është detyra projektimit, që është një libër më vete, i përpunuar nga specialistët më të mirë të Bashkisë Tiranës në bashkëpunim me konsulentët e huaj që përmenda, dhe që u gjet në tërësi jashtëzakonisht profesionale dhe ndihmuese nga të gjitha studiot, shprehën vlerësimet e tyre për këtë detyrë projektimi. Dhe pas kësaj u organizuan vizitat në terren të 7 studiove, të cilët kanë vizituar në detaje itinerarin e bulevardit të ardhshëm, kanë vizituar lumin e Tiranës, kanë vizituar në komunën e Paskuqanit atë zonë që është pjesë e impaktit të zhvillimit urban. Natyrisht kanë bërë matit e tyre topografike në terren, por po kështu edhe me mjetet e tjera që ofron teknologji avancuar, dhe kanë paraqitur brenda datës 5 mars apo 6 mars projektet të tyre sipas kërkesave të konkursit, që ishin 10 deri në 12 panele 2-dimensionale, që shikoni rreth e qark në këtë ekspozit për rreth çdo maketi, një maket 3-dimensional që përfshin të gjithë zonën e studimit dhe një maket shkallë, nuk e di nëse jam i korrekt me terminologjinë, që paraqet të zmadhuar në shkallën 1/200 apo 1/500, 1/500 paraqet detaj të projektit. Të gjitha këto janë ekspozuar në rotacion, sipas një lotarie që është hedhur në praninë e studiove, për një periudhë prej 50 minutash secili projekt. Çdo studio ka bërë prezantimin e vet për 30 minuta, prezantimi konsistonte, natyrisht përveç këtyre materialeve, kanë sjell brenda datës 3 mars. Secili prej tyre ka sjell materialet le të themi të një formati të shfletueshëm nga ekspertët për projektin e propozuar, me të gjitha detajet e nevojshme të studimit ekonomik, të studimit fizibilitetit, të topografisë, planimetrisë, hidrografisë, ambientit, të projeksioneve historike, disa prej tyre, shumica prej tyre i kanë shekullore, pra nisin që 100 vjet më parë dhe vazhdojnë edhe në vitin 2000 deri në vitin 2030 apo 2035. Prandaj unë do ta quaj këtë projekt në këtë fazë më shumë se sa për të definuar se sa i gjatë është bulevardi apo sa do kushtoj, do të vizioni Tiranës 2030. Jo sepse bulevardi do mbarojë në 2030, bulevardi do të mbarojë shumë më shpejt se aq. Po ky vizion nuk ka të bëjë me atë që do të përfundojmë në 2 vitet e ardhshme apo në 3 vitet e ardhshme. Ka të bëjë me një koncept të ri, me një model të ri qytetërimi që ofrohet një prej qytetërimeve më të vjetra të Europës, për nga pikpamja e shërbimeve qytetare, jo për nga pikpamja e vlerave qytetare. Po, pyetje. Përshëndetje, Endrit Marku, Universiteti Polis, arkitekt. Në fakt do bëj 2 pyetje të shkurtra. Në radhë parë shohim një bulevard linear në të dyja projektet. Linear dhe me element fort simbolik. Do thoya fort ngjashëm me bulevardin ekzistues, që edhe për kohën nuk ishte realisht rësi. Do doja pse erdhëm te kjo zgjidhje, ndërkohë që kishte edhe variante të tjera. Dhe pyetja tjetër, kur mendoni do të piqen kohët që në këtë lloj procesesh të integrohen edhe studiot shqiptare?
Për pyetjen e fundit mund t'ju them që ekspertët shqiptar kanë luajtur një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm që nga fillimi i procesit. Procesi si ta band vetin ka planin urban të Tiranës, i cili kryekuput është një produkt shqiptar, ku grupet kryesore të interesit, urbanistët, arkitektët, ndërtuesit, ambientalistët, universitetet, bota akademike, janë jo vetëm të përfaqësuara, po do të thoya kanë një rol të rëndësishëm vendimarrës, qoftë në përbërjet grupit strategjik, të cilin publiku e shikon në tavolinat e diskutimit, qoftë në përbërjet grupit teknik që definon pyetjet apo zgjidhjet e ndryshme që i shtrohen për vendimarrje grupit strategjik. Dhe pikërisht mbi këtë taban është ngritur dhe gjithë kjo punë e këtyre studimeve që do t'i konsideroja masterplane pjesore që i mbivendosen planit urbanistik të Tiranës. Përveç kësaj, në dijenin time, disa prej studiove janë mbështetur në ekspertizën lokale në dy nivele, edhe në nivelin teknik, pra të mbledhjes dhe analizës të dhënave, por edhe në nivelin konceptual. Dhe kjo padyshim flet për kapacitetet që ka arkitektura dhe urbanistika shqiptare. Natyrisht bëhet fjalë për një konkurs ku këto studio megjithëse mund të kenë 500 deri në 700 arkitekt për studio, të shtrirë në 30-40 vende të botës, përsëri kjo ka qenë një sfidë për gjithë secilin prej tyre. Pra jemi shtrirë një treg botror për të marrë 7 propozime ambicioze. Kjo s'do të thotë që këto kapacitete nuk gjenden në Tiranë, por sigurisht gjenden në një sasi më të limituar. Një prej këtyre kapaciteteve, për shembull, ne kishim një uri, që është profesor Lufi. Një tjetër kapacitet shumë të rëndësishëm e kishim të angazhuar drejt për drejt, do ta kish dashur ta kisha në juri, po ishte i angazhuar me një nga propozimet. Pra kemi një angazhim dhe mendoj se çfarë do të definohet si projekti përfundimtar ka në trupin e tij gishtrinë apo gjumat e gishtrive edhe të studiove, edhe të kapaciteteve shqiptare, do të ketë edhe më shumë kur të vi çështja tek projekt zbatimi dhe tek ndjekja dhe implementimi. Qoftë veprave publike, qoftë pjesëve private. Përse u bë zgjedhja lineare? Zgjedhja lineare ishte zgjedhja që ofruan 5 nga 7 projektet. Këto 2 projekte që ju shikoni, projekti Albert Speer, që për mendimin tim ishte një nga projektet më racional, më të përmbledhur, më gjermanik, nëse mund ta them. Po kështu dhe projekti Gerkan Mark dhe Partners, edhe kjo studie gjermane, ofroi linearitet. Dhe Chinozuki, i cili si kundër këto 2 projekte pjesërisht, por për mendimin tim personal në mënyrë shumë eksituese, përfshiu një pjesë të mirë të parkut Paskuqanit në linearitetin, në drejtëzën e bulevardit të Tiranës. 2 projekte ofruan një pikpamje të ndryshme, më i guximshëm padyshim West 8, që është në fakt një studio e arkitekturës së peizazhit, e cila duke përfituar edhe nga një pengesë jo pak e rëndësishme në këtë zgjidhje lineare që është stacioni elektrik, kemi stacion elektrik më të djathtë bulevardit, propozoi jo lineare, po propozoi një devijim, pra një kurbim të bulevardit. Për mua është e merrte anash tonë Tiranë. Një zgjidhje shumë e bukur, një zgjidhje shumë e pasur me element të natyrës dhe të rekreacionit, shumë vizionare, për këtë arsye është një nga 2 fituesit e çmimit të ambientit, por me një impakt të vogël për sa i përket nevojës për të disiplinuar atë energji të tranzicionit që unë e konsideroj energji, por natyrisht që përbën edhe një problematik të madhe, siç është zhvillimi pa kriter i zonës në të 2 anët. Tjetra është Kes Christiansen dhe Partners, e cila solli këtu elementet të traditës shqiptare, duke konceptuar një zhvillim në përputhje me qëndistarinë e rrogozëve të qëllimeve shqiptar në zonën e bulevardit, duke zgjeruar dukshëm hapësirën e gjelbër, duke ruajtur elementin linear dhe një sër ndërtesash me karakter monumental, por modern dhe postmodern, do të thoja, dhe duke ruajtur në krahun e majt, sikundër kanë ruajtur shumë prej studieve të tjera, dimensionet të mëdha të gjelbërimit. Këto ishin 4 studiet të tjera,
nuk besoj se kam lënë dikë jashtë, pra dy holandezët, 2 gjermanët dhe Çino Xukin. Po. Përshëndetje, Brigjita Deda, Universiteti Epoka. Në të 2 projekte që janë zgjedhur, në të 2 studiot, vjet re prania e kullave. Kjo është koincidencë, është një tendencë për qytetin e Tiranës drejt kullave, apo është thjesht efekt landmarku për këtë zonë? Mendoj se është një efekt landmarku, sepse në asnjë prej termave të referencës ne nuk kemi specifikuar ndërtimin e objekteve të larta. Në rastin e projektit që kam në të majt, ky efekt landmarku është definuar nga projektuesit si kulla e diturisë, Tower of Knowledge. Dhe në shpjegimin e tyre, përkundër asaj që është raportuar në media, është një keq kuptim, nuk bëhet fjalë për pallat drejtësie, bëhet fjalë për bibliotekë. Ndërsa 2 kullat hyrëse në projektin të djathtë Zotit Fevziu, hyrëset, janë konceptuar si ndërtesa të shërbimit publik, pra në këtë rast të një bashkie, mundësisht ose të një pallati drejtësisë. Pra bëhet fjalë për funksione publike në të dyja rastet, jo për funksione komerciale, dhe kjo më shtyn të mendoj që projektuesit kanë pasur ndërmend definimin e hapësirës. Edhe diçka tjetër. Jo, mund të bëj vetëm një pyetje këtu unë. Po vetëm një moment. Nëse këtu për shembull kemi këtë definim, këtu dhe këtu, në pranë në hyrje dhe në të dalë të bulevardit, këtu e kemi në qendër të hapësirës, me atë që quhet Tower of Knowledge. Albert Speer ka një zgjidhje po kështu hyrëse dhe dalëse. Si një libër me 2 objekte hyrëse në formë trekëndshme, ndoshta gjatë prezantimit të Drinit mund të shikoni më qartësisht, dhe në zonën e tranzicionit midis bulevardit dhe lumit ka një bibliotekë, po kështu një bibliotekë të madhe, si një laptop, tha Zoti Fevziu kur e pa modelin për herë të parë. Çino Xuki definon mbi paskuqan një sër eksaktësisht këtu. Po një sër objektesh të larta, rekreative, kryesisht rekreative. Gerkan Mark dhe Partners nuk ka ndërtime të larta, po ka 2 ndërtime monumentale në të dyja anët e bulevardit mu para kalimit të lumit, të cilët i shikon si sallën e re të koncerteve dhe një galeri të re apo një muze të ri për qytetin. Ka në propozimin e Kees Christiansen, siç thash, i gjithë aksi djathtë përbëhet nga ndërtime monumentale por të ulta, ato janë elementet definues bashkë me formën e veçantë të motivin e veçantë që i jep pjesës së gjelbër të bulevardit, ndërsa zgjidhjen më origjinale sa i përket definimit të aksit e ka West-Acht, i cili ndërkohë që e kurbon itinerarin e bulevardit, ruan një aks mendor i cili përbëhet nga një monument i lartë që do të ishte parafërsisht sot ku ndodhet shtiza e re e flamurit që kemi vendosur në sheshin Skënderbej, të lartë posa ajo shtizë, për afër 30 apo 35 metra, një monument flamuri, i cili ndodhet në aksin e korpusit të Universitetit Politeknik dhe mbaron në kodën e Paskuqanit me atë monument tjetër që ata e quhin Tryeza e Mikpritjes, Hospitality. Pra janë për mendimin tim elemente definues dhe nuk bëhet fjalë për një planifikim komercial të shumë katësh. Zoti Basha, nëse ky projekt mund shpallet projekt fitues dhe bashkia fillon implementimin e tij, do thotë që implementimi parashikon vetëm ndërtimin e bulevardit pa këto 2 kulla, të cilat nëse mbeten projekt mund ndërtohen dhe pas 30 vjetësh, 40 vjetësh kur bashkia të ketë nevojë për këtë shtrirje, apo është detyruar që për arsye urbanistike apo arkitektonike të ndërtohen dhe kullat? Askush s'është detyruar të ndërtojë kulla. Kush ndërton kulla sepse ndërton kulla. Jo, sepse duhen apo s'duhen. Bashkia do të ndërtojë aksin e bulevardit. Kurse këto mund të ndërtohen kur vjen nevojë. Vetëm aksin e bulevardit. Dhe deri më sot do të ishte pamundur të thonim që bashkia nuk ka kapacitetet të ndërtojë. Për të ndërtojë kulla. Po, natyrisht kjo nuk ka asnjë paragjykim, por këtu duhet të fjalë gjithmonë për një partneritet me sektorin privat. Dhe në kuptimin e bulevardit, financave për bulevardin, nuk kemi dhe nuk do të shpenzojmë asnjë para për ndërtuar kulla. Po. Përshëndetje. Olesja Lami, Universiteti Polis. Ju më herët, zoti Basha, përmendët në projektin e Grimshaw një radhë në implementim, pra gjithçka vinte shkallë pas shkalle.
Dhe një ndër elementet më specifik ndoshta të këtij projekti ishte që këta përveç aksit edhe pjesës së lumit të Tiranës shtrieshin edhe në një network më të madh. Pra kishin edhe këto ndërhyrjet pikësore, siç ata e përcaktuan në disa pjesë të zonës. Pikërisht. Dhe ndërkohë të doja shumë domethënë të dija opinionin tuaj në çfarë niveli rëndësie është kjo ndërhyrje përgjatë gjithë procesit të implementimit, për faktin se vërtet ndoshta ajo është ajo çfarë prek më shumë këtë komunitet, ndërhyrje që kanë lidhje në mënyrë më të drejtë për drejtë me të gjitha të zonë përtej shinave të trenit. Propozimi që u bë për të definuar karakterin urban edhe në situatën e një urban sprawl, ishte to fjalë që u përdor në anglisht, që shqip do ta definonim si shpërhapje urbane. Pra një zhvillim urban, por një shpërhapje urbane që vjen si rezultati zhvillimit pa planifikuar urban. Megjithatë, zgjidhja që u dha nuk është thjesht të mundohemi të disiplinojmë me kuartiere apo me bloqe të tipit europian, siç ishin disa propozime tjera, por të bëjmë maksimumin brenda kësaj situate duke definuar me element të peizazhit urban, u përdor më duket shembulli një kulle uji si një moment definimi. Dhe ky është një koncept shumë interesant. Është një koncept shumë interesant, mua natyrisht më duk shumë interesant, më impresionoi, sigurisht nuk jam as arkitekt as urbanist, jam i sigurt që ashtu siç u ra ju në sy, ju ka rënë sy dhe ekipit ekspertëve të bashkisë, edhe grupit teknik, edhe grupit strategjik. Në një bisedë që pata pak më vonë me një nga bashkëpunëtorët, me një nga koordinatorët e planit urbanistik Tiranës, vura re që kishte lënë një gjurmë tek ai, dhe mendoj se është një aspekt që duhet ta marrim parasysh në planifikimin urban. Por nuk e shoh të lidhur drejt për drejt me detyrat e qarta dhe të prera të këtij projekti strategjik që është investimi në bulevardin, në zgjatimin e bulevardit dhe tek aksi i lumit Tiranës. Është një mënyrë e të menduarit, pse jo dhe të vepruarit, që duhet shqyrtuar me seriozitet në mënyrën se si ne do të mundohemi të rigjallërojmë lagjet e reja dhe të urbanizojmë lagjet e reja të Tiranës. Por nuk është e lidhur drejt për drejt me detyrën e saktë dhe të qartë të shndrimit të hapësirës degraduar që shtrihet sot midis stacionit të trenit dhe lumit Tiranës në një bulevard të ri për qytetin. Dy pyetje të fundit, po fal këtu përpara dhe pastaj. Përshëndetje, jam Lira Kulla nga Universiteti Epoka. Jam shumë pozitive për projektin, por do doja dija edhe diçka më tej, sepse një ndër pikat më të forta të projektit nuk besoj se është vetëm impakti që lë tek banorët, por edhe mirëmbajtja. Do doja dija nëse është menduar apo është planifikuar diçka më konkrete për mirëmbajtjen e projektit. Sidomos ai bazeni i ujit. Bazeni i ujit që ka merak Blendi në veçanti, por gjelbrimi ose po bëhen dot shatërvane të janë Tiranë. Gjelbrimi dhe hapësirat publike në përgjithësi kanë një faturë mirëmbajtje. Pra investohet dhe në qoftë se nuk mirëmbahet, degradojnë. Dhe në mënyrë që investimi të mirëmbahet, duhet ose të buxhetohen burime buxhetore, para taksa paguzve, që do të thotë që në qoftë se mirëmbajtja është një përqindje e investimit, për çdo investim të ri që bashkia kryen sot, duhet të buxhetoj për 5, 10, 15 vite të ardhshme, çdo vit një rritje në buxhetin e mirëmbajtjes, ose duhet shikohen mënyra të partneritetit me sektorin privat, i cili apo me komunitetin, i cili është po kështu përfitues i drejt për drejt i investimit dhe në shumicën ndërmuese të rasteve ka një interes të drejt për drejt tek mirëmbajtja, të prekshëm dhe të shprehshëm ky edhe në para. Në kuadrin e termave të referencës së detyrës projektimit, është bërë qartë që çdo zhvillim duhet të ketë një fizibilitet mirëmbajtje. Për këtë arsye nuk mund dhe as nuk do të angazhohemi në skema, të cilat edhe sikur kemi mundësi nesër të investojmë, do të na fusnin para një rreziku për të mirëmbajtjen apo para një grope të mundshme financiare mirëmbajtje. Nëse skema të tilla gjenerojnë mjaftueshëm interes tek komuniteti në përgjithësi dhe tek sektori privat në veçanti, ky interes do të formalizohet në marrëveshje mirëmbajtje, siç është rasti sot edhe në hapësirat veçanta të qytetit të Tiranës. Në çdo rast, investimi në tërësi
ka një faturë mirëmbajtje dhe kjo faturë mirëmbajtje e ndar apo jo me komunitetin apo me sektorin e biznesit është pjesë e planifikimit afatmesëm të Bashkisë Tiranës. Pra bashkia nuk i lan duart pasi mbaron investimi, por mban përgjegjësitë e veta, siç i mbajmë sot, jo vetëm duke mirëmbajtur, por dhe duke rikthyer gjelbrimin në zona që e kishin harruar gjelbrimin për 20 vitesh, apo duke çbetonizuar dhe gjelbruar zona të cilat ishin çgjelbruar dhe ishin kthyer në parkime apo në hapësira degraduara urbane. Pyetja e fundit? Po, përshëndetje, Mario Shlaku nga Universiteti Polis. Fakt do doja të bëja 2 pyetje shumë të shkurtra për sa i përket dhe projekteve. Atëherë ju flisim për Tiranën e shekullit 21, e cila si çdo qytet ose kryeqytet tjetër i Evropës perëndimore ka 2 nga karakteristikat ose duhet të ketë 2 nga karakteristikat që mendojnë janë shumë të rëndësishme, që është inovacioni dhe kreativiteti. Cilësi këto që faktikisht i kishin 2 nga studiot holandeze që morën pjesë në konkurs dhe me të drejtë u vlerësuan si studio inovatore dhe kreative për projektin. Atëherë, pyetja është, si argumentoni ju që këto 2 studio pikërisht që morën çmimin e inovacionit nuk janë pjesë ose nuk vazhdojnë garën si 2 studiot e tjera që janë në garë për fitimin e konkursit. Dhe pyetja e dytë është, a keni marrë parasysh nëse projekti kur realizohet sigurisht që do ketë efekte fizike në terren. Atëherë, si e keni menduar ose a keni marrë parasysh përjashtimet sociale që mund të ndodhin në zonë ose krijimin e këtyre getove midis pasurve dhe të varfre që mund të ketë zona për rreth bashkë me projektin ku propozohet. Faleminderit. Nuk erdhën kisha Drivani. Faleminderit. Edhe një herë emrin lutem? Mario Shlaku. Mario, zoti Shlaku. Do të të lexoj 10 kriteret kryesore mbi të cilat juria mori vendimet e veta. Sepse natyrisht unë si antar i jurisë kam detyrimin dhe të drejtën që deliberimet e jurisë, veçantisht konsideratat e mia, edhe nëse në momentet veçanta mund të kenë devijuar nga konsensusi i jurisë, nuk mund t'i përdor për konsum apo për të ngretur veten time apo për të ulur antarët e tjerë të jurisë. Që nga cilësitë e komunistëve. I pari, koncepti strategjik i zonës dhe integrimi i plot me ambientin përreth dhe qytetin. Besoj që kjo ka të bëjë drejt për drejt me pjesën e fundit të pyetjes, me getoizimin apo rrezikun e getoizimit. Kriteri i parë është koncepti strategjik i zonës, strategic area concept and city-wide integration, mënyra se si integrohet me pjesën tjetër të qytetit. Pjesa tjetër, pika 2, lidhja dhe koherenca me pjesën tjetër të qytetit. Connection to and coherence with the existing part of the city. 3. Asetet dhe elementet rekreacional dhe ambiental. Pra, hapësirat publike, hapësirat e blerta, parqe për fëmijë, hapësira për të moshuar dhe më shumë gjelbrim, ajër më të pastër, më pak ndotje të ajrit, më pak ndotje të ambientit. 4. Cilësia, niveli dhe funksionaliteti i hapësirave publike, i zonave të këmbësorëve, i qarkullimit, i trafikut, qarkullimit bëhet fjalë qarkullimit të njerëzve apo të ciklistëve, i trafikut, i arterieve streetscapes, domethënë aksesit dhe exiteve nga zona në studim, i parkut dhe i zonave rikryuese. Cilësia, experience level and functionality of public spaces, pedestrian area and circulation, traffic and streetscapes, park and recreational areas. 5. Përshtatshmëria për banorët e qytetit dhe për vizitorët. 6. Funksionaliteti i trafikut, transportit publik dhe zgjidhjeve të parkimit. 7. Mundësitë për të gjeneruar zhvillim të mëtejshëm urban dhe përmirësim të zonave të impaktit, që janë zonat përreth bulevardit dhe përreth lumit. 8. Feasibility of implementation and economic efficiency. Mundësia e zbatimit dhe eficienca ekonomike. 9. Nevojat e programit siç janë përshkruar në detyrën e projektimit, ku përfshihet edhe kosto limit brenda të cilit duhet të vërtiten vlerat e punëve publike, dhe 10. Fizibilitetit teknik i propozimit, pra mundësia që kjo të realizohet nga ana teknike tashmë, jo thjesht nga ana financiare. Ky pra është boshti në cilin ka ecur juria
në vlerësimin që i ka bërë secilit për projekteve. Dhe nga kjo pikpamje do të thoja që detyra ka qenë tmerrsisht e vështirë. Jo 2 ditë, po kam frikë që sa më shumë kohë kalonte, nuk do të ishte e lehtë të konvergonim drejt zgjidhjeve, sepse secili për projekteve paraqiste zgjidhje shumë të guximshme. Të 2 projektet që morën çmimin e inovacionit dhe kreativitetit e morën këtë për zgjidhjet e guximshme që dhanë në raport me identifikimin e elementeve rekreativ, ambiental dhe pse jo të trashëgimisë historike kulturore në aplikimin në bulevard. Por natyrisht, këto kritere, shumë të rëndësishme, nuk ishin kriteret e vetme. Në detyrën tonë të projektimit bëm të qartë që ne me këtë projekt synojmë jo thjesht zgjatimin e bulevardit, jo thjesht rehabilitimin e lumit të Tiranës, po synojmë hapësira më të mëdha qytetare, trafik më të mirë dhe më të shpejt për mjetet motorike, hapësira për këmbësorët, për fëmijët, për rrjet social, kopshte, shkolla dhe qerdhe në zonën e impaktuar, jo thjesht në bulevard, por në të dyja zonat e urbane. Impakt ekonomik, që do të thotë hapje vende punësh, jo thjesht gjatë ndërtimit projektit, por një hapje vendesh të reja pune për të përgjigjur kërkesave të një tregu dinamik të punës, siç është qyteti i Tiranës, i cili vazhdon të shtohet me banor, pra dhe me krah të lirë pune. Dhe këto aspekte të marrën në totalitet, të cilat synojnë një Tiranë të shekullit 21, do të thotë një Tiranë ku të jetohet më mirë, të punohet më mirë, të shijohet më mirë jeta, por dhe një Tiranë ku tregu i punës të ofrojë shanse sa më të mëdha për punësim sot, vitin e ardhshëm, 10 vitet e ardhshme, 20 vitet e ardhshme. Dhe këto projekte në mënyrë dinamike dhe integrale jepnin zgjidhjet më të plota si rezultat natyrisht i energjisë, punës, jo thjesht i fantazisë, që këto studio dedikuan për projektet e tyre. Thënë kjo, secili për projekteve do të ishte idejnë për implementim në Tiranë. Por juria kishte për detyrë, dhe nuk mund të ishim një juri dembele, të definonte sa më shumë, kishte për detyrë faktikisht të shpalte fituesin, dhe mendoj që me dilemën e shtruar me 2 projektet fituese, tregoi qartë që niveli i projekteve ishte jashtëzakonshëm, që projektet ju përgjigjen këtyre kërkesave dhe që kushdo të shpallet fitues do t'i përgjigjet këtyre dilemave, këtyre sfidave që ju parashtruan për zgjidhje. Sfidat e bulevardit të ri, sfidën e lumit Tiranës, sfidën e punësimit, të zhvillimit ekonomik, të hapësirave të reja të blerta të Tiranës dhe rikthimit në parametra normal të ambientit, të cilësisë ajrit dhe pse jo të cilësisë jetës në qytetin e Tiranës. Pyetja e fundit vetëm shkurt fare sepse duhet të kalojmë pjesën e tjetër. Meqense thatë që kjo pjesë e re e qytetit është një nevojë e prekshme dhe u përmendën çfarë 2 terma, tranzicion demografik dhe deformim urbanistik. Kjo pjesë e re e qytetit ka si qëllim të sistemojë kë nga 2 termat dhe gjithmonë kjo lidhur me Tiranën aktuale, jo me një Tiranë utopike. Mendoj që zgjatimi i bulevardit, edhe në kuptimin linear siç e shohim këtu, që është edhe koncepti më i zhvilluar nga të 7 studiot, tregon qartë për një vazhdimsi të asaj pjese të Tiranës për cilën sot jemi krenar, e cila sot na nderon para vizitorëve, e cila sot afron hapësirat më të mira dhe më të mëdha të mundshme. Por tashmë jo thjesht një vazhdimsi të kësaj, por një përmirësim të këtyre parametrave. Një projekt i suksesshëm do të jetë ai projekt i cili në implementim nuk do të zgjas apo thjesht dyfishoj bulevardin e Tiranës, por do të shumëfishoj në progresion gjeometrik, pse jo dhe më shumë, hapësirat e gjelbërta, hapësirat pedonale, zonat ku të rinjtë e këtij qyteti, fëmijët e këtij qyteti, të moshuarit e këtij qyteti mund ta kalojnë kohën në mënyrën më cilësore të mundshme, që cilësia e tyre të jetës, kur të kthehen në shtëpitë e tyre apo kur të dalin përsëri për të qenë në këtë zonë të qytetit, të ndihet që ka një përmirësim të thellë në cilësinë e jetës së qytetarëve të Tiranës dhe në cilësinë e përvojave të vizitorëve të Tiranës. Atëherë mbetet vetëm të falenderoj. Nëse mundem, zoti Fevziu, një detyrim të vogël në raport me qytetarët që kanë vizituar deri tani ekspozitën, kanë bërë mbi 350 pyetje në formularët e tyre. Dhe natyrisht ne po i grupojmë këto pyetje, do t'i japim përgjigje. Pikëparë do t'i japim përgjigje në përzgjedhjen që ne do të bëjmë në raport me projektet. Natyrisht aty ku kanë lënë kontakte për pyetjet konkrete në fund. Aty ku kanë lënë kontaktet, do të marrin përgjigje të drejtë për drejtë. A pra do marrin përgjigje sipas pyetjeve, kanë lënë kontakte. Por sigurisht të gjitha pyetjet dhe përgjigjet do të publikohen në website-in e Bashkisë së Tiranës dhe në Facebook-un e Bashkisë së Tiranës dhe në Facebook-un tim personal. Tani vetëm për t'ju lexuar disa nga pyetjet që qytetarët kanë bërë.
A duhet bërë ndërhyrje në këtë zonë pa një plan rregullues të përgjithshëm? Çfarë parashikohet për prishjen e ndërtesave të palegalizuara ose që janë në proces legalizimi? Si do të kompensohet pronari nëse i merret toka? A janë parashikuar implantet e ngrohjes me gaz apo ndonjë alternativë tjetër? Për sa kohë është parashikuar të implementohet ky projekt? Kam nguli zoti Fevziu te kjo pyetje, i dashur qytetar apo të dashur qytetar, sepse këtu janë. Edhe ngeli me përgjigje bazive. A duhet patjetër të ketë një kull të lartë, edhe këtu kam nguli. Kush është plani i implementimit hap pas hapi? Si do të procedohet në ato raste kur për pronën kanë konflikt gjyqësor? Bazeni ujor në qendër çfarë funksioni do të ketë? A janë përcaktuar kush do të financojë projektin? Si mendohet të lidhet kjo zonë me zonën e Linzës? A do të ndikojë mbi taksat e qytetarëve? Si do të bashkëpunohet me biznesin? Pasi të zgjidhet projekti fitues, a mund të merret pjesë nga projektet e tjera dhe të inkorporohen në të? Sa do të zgjerohet lumi? Këto janë pra një grupim shumë i vogël i pyetjeve që qytetarët kanë bërë. Që do marrim përgjigje në website-in e bashkisë. Sigurisht po të kishim kohë do të merrja një për një këtu, por ndoshta kjo do të dëmtonte morfologjinë e programit opinion, të cilën natyrisht ne kemi një monument me vete në qytetin e Tiranës dhe nuk mund ta dëmtojmë. Sugjerime dhe komente. Për momentin jemi në komunën e Linzës. Ndërtesat janë shumë të dendura, të parashikohet vendosja e banjëve publike, mendohet se duhet të jetë më pak rëndësi objekteve të larta, ndërtimet duhet më shumë gjelbrim dhe ambient të pushimi për moshën e tretë, të kompensohen pronarët në mënyrë të njëjtë si në rastin kur bie lulishte, rrugë apo institucione shtetërore. Parqet janë në shkallë të madhe në raport me qytetin. Trami të jetë me goma pneumatike për arsye të zhurmave. Aspekti i këndeve sportive, dua një kombinim të dy projekteve, bulevardi mundësisht të ngjitet deri në Paskuqan, kullat e hyrjes ka një distancë të vogël nga njëra tjetra dhe japin përjetim negativ psikologjik, të merren parasysh problemet për parkim.